Në shtëpi, kur bën shumë ftohtë, por ne kemi 5 fëmijë dhe gjendja është e vështirë për të gjithë këtu. Ravi uli kokën, i turpëruar që varfëria e tij po ekspozohej në atë mënyrë. Lucy, nga ana tjetër, ngriti mjekrën me një gjest krenarie të lënduar. Ne nuk i shqetësojmë askënd, tha ai me zë të fortë. Ne punojmë, ndihmojmë çdo që ka nevojë, nuk rrim duke kërkuar lëmosh. Antonio buzëqeshi me dhëmbshuri. E di, biri im, ju jeni punëtor, të edukuar, por fëmijët nuk mund të jetojnë kështu, pa një të rritur që të kujdeset siç duhet. Sergio i pa të 2 djemt dhe ndjeu një dhimbje fizike në gjoks. Ideja që 2 fëmijë të asaj moshe përballeshin vetëm me botën, flinin në një barak të braktisur, vareshin nga vullneti i të tjerëve për të ngrënë, ishte e padurueshme. Zotëri Antonio, tha Sergio me zë të kontrolluar, por të tendosur, a i njihni mirë këta djem? I njoh që kur kanë lindur. I kam parë të rriten. Pash kur i vdiq babai, pash kur u largua nëna. Janë fëmijë të artë, por kanë nevojë për dikë që të kujdeset siç duhet për ta. Sergio pohoi me kokë, ndërsa një ide po formohej në mendjen e tij. A do të ishit dëshmitar se ata janë jetim, se nuk kanë askënd? Antonio u çudit nga pyetja. Po, do të isha. Por pse? Sepse dua t'i ndihmoj vërtet. Nuk është bamirësi, nuk është keqardhje, është diçka që duhet ta bëj. Antonio studioi fytyrën e Sergios për disa sekonda, duke vlerësuar qëllimet e tij. Po flisni seriozisht? Kur nuk kam folur më seriozisht në jetën time. Burri i thjesht pohoi ngadalë me kokë. Atëherë Zoti ju bekoft, këta djem e meritojnë një shans. Ai u përshëndet me një tundje dore dhe u kthye drejt motorit, por para se të largohej, bërtiti, nëse keni nevojë për mua për çfarëdo gjëje, vetëm dërgoni fjalë. Të gjithë këtu e njohin Antonion nga ferma e Zotit Otvio. Kur zhurma e motorit humbi në distancë, Sergio u kthye nga binjakët. Lucy dhe Ravi e shikonin me një përzierje shprese dhe frike, sikur ta dinin se ai moment do të përcaktonte pjesën tjetër të jetës së tyre. A doni të më tregoni ku banoni? Pyeti Sergio me kujdes. Dua ta njoh më mirë jetën tuaj. Djemt u pan mes tyre në atë komunikim të heshtur binjakësh dhe më pas Lucy pohoi me kokë. Mund të vini, por mos i vini re rëmuja. Ne bëjmë çfarë mundemi. Ecën disa metra deri te baraka me tulla të zhveshura. Nga afër, ndërtimi dukej edhe më i brishtë. Çatia kishte shumë tjegulla të thyera. Dera ishte e shtrembër, e varur nga një mentesh e ndryshkur. Nuk kishte xhama në dritare, vetëm vrima në mur që mbylleshin natën me copa dërrase. Sergio i ndoqi djemt brenda dhe ju deshën disa sekonda që sytë t'i përshtateshin errësirës. Brendësia ishte edhe më tronditse se pamja e jashtme. Një dhomë e vetme shërbente si sallon, dhomë gjumi dhe kuzhinë. Dyshemeja ishte prej dheu, e pabarabartë dhe me pluhur. Në këndin e djathtë, një dyshek i vjetër dhe i njollosur ishte hedhur direkt në tokë, i mbuluar me një çarçaf të hollë dhe të arnuar. Aty flinin të dy, të ngjitur pas njëri tjetrit për të ngrohur gjatë netëve të ftohta. Në anën tjetër, një sobë me 2 vatra e lidhur me një bombol gazi të ndryshkur plotësonte kuzhinën. Disa tenxhere alumini të shtypura ishin grumbulluar mbi një ark druri që shërbente si dollap. Sergio lëvizi ngadalë nëpër dhomë, duke vëzhguar çdo detaj me zemrën e shtrënguar. Hapi arkën që shërbente si qilar dhe gjeti vetëm një paket mielli misri gjysmë të mbushur dhe një kavanos me pak krip. Është vetëm kjo që keni për të ngrënë? Pyeti me zë të ngjirur. Ravi ngriti supet. Ndonjëherë Gja Antonio sjell gjëra të tjera ose zonja Melissa që banon larg. Por nuk na pëlqen të shqetësojmë shumë. Lucy shtoi. Ne dim të bëjmë qull me miell misri, të paktën na mban gjallë. Sergio mbylli syt për një çast duke marrë frym thellë për të kontrolluar emocionin. Kur i hapi, pa që djemt po e shikonin me vëmendje, duke u përpjekur të kuptonin reagimet e tij. Ju flini në atë dyshek? Ne flem bashk, shpjegoi Ravi. Kur bën shumë ftohtë, përqafohemi për të ngrohur. Funksionon. Natyrshmëria me të cilën ai fliste për atë situatë dëshpëruese e bëri Sergion të ndjente dëshirën për të qarë. 2 fëmijë 9 vjeçar nuk duhet të përqafohen për të mos vdekur nga i ftohti gjatë natës. Po kur bie shi? Pyeti Sergio, duke parë tjegullat e thyera. Vendosim kova për të mbledhur ujin, tha Lucy. Ndonjëherë flem të shtëpia e Gja Antonios kur shiu është shumë i fortë, por vetëm kur nuk ka zgjidhje tjetër. Sergio u afrua te dritarja pa xham dhe pa jashtë.
Pamja ishte e shkretë. Tokë e thatë, bari lartë, disa pemë të shtrembëruara nga dielli. Nuk kishte asnjë shenjë qytetërimi përveç rrugës me dhe aty pranë. Ishte fjalë për fjalë fundi i botës dhe 2 fëmijë po mbjetonin aty vetëm. A ju mungon nëna? Pyetja doli e ullët, pothuajse një përshpëritje. Lucy shtrëngoi nofullën. Në fillim po. Qanim çdo ditë, prisnim që ajo të kthehej, por pastaj e kuptuam që nuk do të kthehej më. Ravi shtoi me një trishtim të vjetër në sy, ne ndaluam së prituri. Dhemb më pak kështu. Ato fjalë e goditën Sergjon si një grusht në stomak. Fëmijë 9 vjeçar që kishin mësuar të mos prisnin asgjë nga askush, që kishin ndërtuar një mburojë emocionale për të mbijetuar braktisjen. Sergjo ul sërish në nivelin e tyre. Dua që ta dini një gjë. Nëse ju bëj një premtim, do ta mbaj gjithmonë. Unë nuk jam si njerëzit që kanë kaluar në jetën tuaj deri tani. Lucy e shikoi me atë mosbesim që vinte nga përvoja e hidhur. Të gjithë e thonë këtë në fillim, tha ai. Pastaj zhduken dhe ne mbetemi vetëm përsëri. Sergio pohoi me kokë. Keni të drejtë të dyshoni. Do të më duhet ta provoj që jam ndryshe dhe do ta provoj. Ai u ngrit dhe shkoi te makina, duke u kthyer me një çantë termike që e kishte marrë për udhëtim. Brenda kishte sanduiqe, fruta, biskota dhe lëngje. I vendosi mbi arkën që shërbente si tavolinë dhe tha, duhet të jeni të uritur. Hani sa të doni. Sytë e djemve u zgjeruan kur pan kaq shumë ushqim së bashku. U afruan ngadalë, sikur të ishte një mirazh që mund të zhdukej në çdo çast. Lucy mori një sanduiç me kujdes, si të ishte diçka e shenjtë. Mori kafshatën e parë dhe mbylli sytë, duke shijuar çdo copë. Ravi mori një mollë dhe e vështroi me kujdes para se ta kafshonte. Është e ëmbël, tha i habitur. Ka kohë që nuk kemi ngrënë fruta. Sergio i vëzhgonte teksa hanin me një uri të përmbajtur, të edukuar, por të dëshpëruar. Përtypnin ngadalë duke shijuar çdo shije dhe gjithmonë i ofronin copa njëri tjetrit para se të hanin vetë. Edhe në mjerim kishin ruajtur edukatën dhe kujdesin për njëri tjetrin. Gjithmonë i ndani gjërat, pyeti Sergio. Gjithmonë, u përgjigj Lucy me gojën plot. Nëse njëri ha, të dy ham. Nëse njëri vuan urin, të dy vuajmë. Ka qenë gjithmonë kështu. Ndërsa hanin, Sergio vëzhgoi më mirë barakën. Pas se kishte disa përpjekje për rregull. Tenxheret ishin të pastra dhe të renditura. Dysheku ishte i rregulluar. Dyshemeja ishte fshirë së fundmi. Pavarësisht gjithë varfërisë, djemtë e mbanin vendin sa më të pastër që mundeshin. Në këndin më të errët të dhomës, ai vuri re një kuti këpucësh të vjetër, të lidhur me spango. Çfarë ka në atë kuti? Pyeti kureshtar. Lucy ndaloi së ngrëni dhe pa nga drejtimi i treguar. Janë gjërat tona të rëndësishme, tha ai me hezitim. Mund ta shihni nëse doni. Sergio e mori kutin me kujdes dhe e hapi. Brenda kishte disa fotografi të vjetra dhe të zbehura, një makinë lodër të thyrë, disa gur me ngjyra dhe një fletore shkolle pothuajse të mbushur, me faqe të verdha nga koha. Mori njërën nga fotot dhe pa një grua të re duke buzëqeshur, duke mbajtur në krah 2 foshnja identike. Kjo është nëna juaj? Po, konfirmoi Ravi duke u afruar. Kjo foto është bërë kur ne lindëm. Është e vetmja që kemi prej saj. Sergio e mbajti foton me kujdes, duke imagjinuar çfarë e kishte çuar atë grua të braktiste 2 fëmijë kaq të vegjël. A e mbani mend? E mbaj mend pak, tha Lucy. Na këndonte për të fjetur dhe bënte një qull të shishëm kur kishte qumësht. Ravi tunte kokën. Unë pothuajse nuk mbaj mend asgjë, vetëm erën e flokëve të saj. Sergio e ktheu foton në kuti, me zemrën e rënduar. Ato ishin të gjitha kujtimet që djemtë kishin nga familja e tyre, të ruajtura në një kuti të vjetër këpucësh. Ai mori fletoren dhe shfletoi faqet. Kishte ushtrime matematike, tekste me shkrim të rregullt, vizatime shumë ngjyrëshe. Ju jeni nxënës të mirë, komentoi ai i impresionuar. Na pëlqente të studionim, tha Lucy me mall. Mësuesja lekcia gjithmonë thoshte që ishim të zgjuar. Pse e lat shkollën? Sepse shkolla është larg dhe nuk kemi si të shkojmë çdo ditë. Dhe gjithashtu sepse nuk ka më kusht t'i nënshkruaj dokumentet e shkollës. Sergio e mbylli fletoren dhe e vendosi sërish në kuti. A do të doni të ktheheshit në shkollë? Sytë e të dyve u ndriçuan.
Do të donim shumë, tha Ravi. Por nuk mundemi, nuk kemi askën përgjegjës për ne. Po sikur unë të isha ai dikush, pyeti Sergio, duke e habitur veten me propozimin e drejt për drejt. Heshtja që pasoi ishte e dendur. Lucy dhe Ravi u pan mes tyre, duke folur në atë gjuhë të heshtur binjakësh. Pas disa sekondash, Lucy pyeti, po flisni për të na marrë nga këtu? Po flas për t'ju dhënë një familje. Një shtëpi të vërtet, me krevat të ngrohtë, ushqim në tavolinë, shkollë të mirë. Po flas për të qenë babai që nuk e patët kurrë. Ravi ju afrua Sergios me syt plot lodh. Do ta bënit vërtet këtë? Do të ishit babai ynë i vërtet? Sergio u ul përsëri dhe u mbajti duart të dyve. Po, do ta bëja. Dua ta bëj. Ju më dhatë diçka që mendoja se nuk do ta kisha kurrë, mundësinë për të qenë baba. Dhe dua t'ju jap diçka që e meritoni, një familje. Lucy fshiu syt me pjesën e pasme të dorës. Po nëse lodheni nga ne? Po nëse ju japim shumë punë? Fëmijët gjithmonë japin punë, u përgjigj Sergio duke buzëqeshur. Por është një punë që bëhet me dashuri dhe unë tashmë ju dua, edhe pse ju njoh vetëm prej pak orësh. Ravi u hodh në krahët e Sergios duke e përqafuar fort. Unë dua që ju të jeni babai ynë, tha ai mes lotësh. Lucy hezitoi për disa sekonda, por pastaj u afrua edhe ai dhe ju bashkua përqafimin. Ne pranojmë, pëshpëriti. Por nëse zhdukeni siç u zhduk nëna, ne do të vdesim nga trishtimi. Sergio i shtrëngoi të dy pas gjoksit duke ndier lotët që i rridhnin nëpër fytyrë. Unë kur nuk do të zhdukem, kur nuk do t'ju braktis. Këtë ju a premtoj. Qëndruan të përqafuar për shumë minuta, të tre duke qarë nga emocionet. Kur më në fund u ndan, Sergio fshiu fytyrën dhe mori frym thellë. Tani duhet të zgjidhim gjërat praktike. Ju nuk mund të vazhdoni të jetoni këtu. Do të vini me mua në qytet që sot. Lucy hodhi një vështrim rreth e rrotull. Barak e mirë. Ne nuk kemi rroba të mira për të dalë, tha ai turpëruar. Mos u shqetësoni për këtë. Do të blejmë rroba të reja, do të blejmë gjithçka që ju nevojitet. Sergio mori telefonin dhe filloi të bënte telefonata. Fillimisht telefonoi avokatin e tij, duke shpjeguar situatën dhe duke i kërkuar që të fillonte menjëherë procedurat ligjore për kujdestarinë e djemve. Pastaj telefonoi sekretaren e tij, duke anuluar të gjitha angazhimet e javës. Bëri edhe disa telefonata të tjera, duke organizuar jetën e re që ishte gati të fillonte. Lucy dhe Ravi e vëzhgonin gjithçka të mahnitur, pa besuar se ajo po ndodhte vërtet. Gati, tha Sergio duke e futur telefonin në xhep. Nesër në mëngjes avokati im vjen këtu me të gjitha dokumentet. Do ta zgjidhim situatën tuaj ligjore dhe pastaj do të vini të jetoni me mua. Ai hodhi edhe një herë syt rreth e rrotull barakës. Doni të merrni diçka nga këtu? Djemt morën vetëm kutinë e këpucëve me kujtimet e tyre dhe asgjë tjetër. Nuk kishte asgjë tjetër që ja vlente të merrej nga ai vend vuajtjeje. Ecën së bashku drejt makinës. Sergio hapi derën e pasme dhe i ndihmoi djemt të hynin. Ata u ulën të ngjitur pas njëri tjetrit, duke mbajtur kutinë sikur të ishte një thesar. Ku po shkojmë? Pyeti Ravi ndërsa Sergio ndezi makinën. Së pari do të blejmë rroba për ju, pastaj do të shkojmë në shtëpi, në shtëpinë tonë. Lucy shikoi nga dritarja, duke parë barakën që mbetej pas. Nuk do të na marr malli për atë vend, tha ai. Vetëm për të qenit vetëm. Udhëtimi deri në qytet zgjati 2 orë. Gjatë rrugës, Sergio u tregoi për jetën e tij, shtëpinë, planet për të ardhmen me ta. Djemt dëgjonin me vëmendje, bënin pyetje, ninin më mirë atë burr që ua kishte ndryshuar jetën për disa orë. Kur mbërritën në qytetin e madh, syt u zgjeruan nga ndërtesat e larta, lëvizja e rrugëve, dyqanet e ndriçuara. Këtu do të jetojmë? Pyeti Ravi i impresionuar. Po, këtu. Dhe nesër do të njiheni me shkollën e re, do të shkoni te mjeku, te dentisti. Do të bëni gjithçka që duhet të bëjnë fëmijët e moshës suaj. Sergio parkoi përpara një dyqani rrobash për fëmijë dhe të tre zbritën. Shitësit i shikuan me habi atë burr të veshur mirë, të shoqëruar nga 2 fëmijë të pistë dhe të veshur keq. Por Sergio nuk u shqetësua. Blen rroba, këpucë, lodra, materiale shkollore. Lucy dhe Ravi provonin gjithçka me kujdes, ende pa besuar se ishte reale. Mund të zgjidhni çfarë të doni, thoshte Sergio. Tani jeni djemt e mi.
Mund të keni gjithçka që ju nevojitet. Kur dolën nga dyqani, djemt ishin të panjohshëm, të veshur me rroba të reja e të pastra, duke mbajtur qese plot dhurata. Shtëpia e Sergios ishte një vilë madhështore në një lagje të pasur. Kur porta automatike u hap dhe hyn në garazh, Lucy dhe Ravi mbetën pa fjalë. E gjitha kjo është e jotja? Pyeti Lucy. Tani është e jona, e korrigjoi Sergio. Kjo është shtëpia juaj gjithashtu. Ai i çoi të shinin të gjitha dhomat, duke përfunduar në katin e dytë, ku kishte përgatitur 2 dhoma gjumi ngjitur, secila me krevat të rehatshëm, tavolinë studimi, raft librash dhe lodra. Secili ka dhomën e vet, shpjegoi ai. Por nëse doni të flini bashkë në fillim, nuk ka problem. Djemt hyn ngadalë, duke prekur gjithçka me nderim. Është si një ëndër, murmuriti Ravi duke u hedhur në krevat. Është më mirë se ëndër, tha Lucy. Është reale. Atë natë, pas darkës, u ulën në sallë për të biseduar. Sergio donte t'i njihte më mirë ëndrat dhe frikrat e tyre. Zbuloi se Lucy donte të bëhej veteriner dhe Ravi vizatues. Do të mund të bëheni çfarë të doni, u premtoi. Do t'ju jap arsimin më të mirë. Kur erdhi ora e gjumit, djemt hezituan. Mund të flem bashkë sonte? Pyeti Ravi. Sergio buzëqeshi. Sigurisht. Në mëngjesin tjetër erdhi avokati me dokumentet dhe shpjegoi se kishte siguruar kujdestari të përkohshme. Kjo do të thotë se tani jam zyrtarisht përgjegjës për ju, tha Sergio. Askush nuk mund t'ju marrë nga unë. Djemt nënshkruan me dorë të dridhur. Tani jeni zyrtarisht djemt e mi, tha ai. Lu dhe Ravi Silva. Ata e përqafuan duke qarë nga lumturia. Ditët që pasuan ishin plot përshtatje. Shkollë, mjek, darka familjare. Sergio zbuloi gëzimin e të qenit baba. 3 muaj më vonë, në kopsht, Lucy pyeti, babi, a pendohesh që na gjete? Sergio u përkul. T'ju gjeja ishte gjëja më e mirë e jetës sime. Ravi e përqafoi. As ne nuk pendohemi. Sergio buzëqeshi. Do t'i mbaj premtimet gjithë jetën. Ju jeni djemt e mi për gjithmonë. Që ta dini se asgjë nuk do të ndryshoj. Ju jeni djemt e mi. Unë jam babai juaj dhe do të luftoj për ju me të gjitha forcat që kam. Lucy e la lugën. Ne nuk duam ta shohim atë. Ajo na braktisi. Ju jeni babai ynë tani. Ravi pohoi me kokë. Ne nuk duam të kthehemi atje. Duam të qëndrojmë me ju. Sytë e Sergios u mbushën me lodh. Dhe do të qëndroni me mua, këtë jua premtoj. Por mund të na duhet të shkojmë të gjykatësi për të shpjeguar situatën. Do të duhet të jeni të fortë dhe të tregoni të vërtetën. 3 ditë më vonë, patërcia u shfaq te dera e vilës. Sergio e priti vetëm, pa e lejuar ende të shihte djemë. Ajo ishte rreth 35 vjeçe, tepër e dobët, me radh të errët nën sy dhe me rroba që dukeshin shumë të reja, sikur të ishin blerë me nxitim. Ajo shikoi përreth me një përzierje zilje dhe hidhërimi. Pra këtu po jetojnë djemt e mi. Po, këtu, konfirmoi Sergio me zë neutral. Dua t'i shoh. Para kësaj, duhet të flasim. U ulën në sallë, duke mbajtur distancë. Patërcia filloi të fliste, duke justifikuar braktisjen me një histori të ngatëruar për punë në një qytet tjetër, për sëmundje, për pamundësi kthimi. Sergio e dëgjoi në heshtje, duke vënë re kundërthëniet dhe gënjeshtrat e dobëta. Pse u ktheve tani? Sepse janë djemt e mi. Kam të drejtë t'i shoh. Ti i braktise për më shumë se 2 vjet. Le 2 fëmijë 8 vjeçar vetëm, të uritur dhe të ftohtë. Ku ishte e drejta jote si nën atëherë? Patërcia uli syt. Po kaloja një periudhë të vështirë, por tani jam më mirë. I dua mbrapsht. Sergio u përkul përpara. Ti nuk i do mbrapsht. Ti do para. Mësove që po jetojnë në një vilë dhe mendove të përfitosh. Ajo u skuq për një çast. Janë djemt e mi. Unë kam kujdestarinë e tyre. Ti i braktise dhe kjo ka pasoja. Patërcia u ngrit e tërbuar. Do të shkoj në gjykatë. Shko. Drejtësia do të dëgjoj gjithë historinë. Hapat në shkallë e ndërpren debatin. Lucy dhe Ravi kishin dëgjuar gjithçka. Zbritën ngadalë dhe u ndalën pranë Sergios. Patërcia i pa dhe u emocionua. Djemt e mi. Por ata nuk ju afruan.
Qëndruan të ngjitur pas Sergios. Nuk do ta përqafoni nënën? Lucy bëri një hap përpara. Ju nuk jeni më nëna jon. Babai ynë është Sergio. Ravi u fsheh pas tij. Mëma është ajo që kujdeset, tha ai. Ai na ushqeu, na çoi te mjeku, na ndihmoi me mësimet. Patërcia u dorëzua. Do të largohem, por vetëm nëse më jepni para për të rifilluar jetën. Sergio ndjeu neveri, por pranoi për ta mbyllur shpejt. Do t'i jap parat, por ti firmos heqjen dorë nga kujdestaria dhe nuk shfaqesh më kurrë. Avokati përgatiti dokumentin. Ajo firmosi pa e lexuar. Kur doli me çekun në dorë, djemt morën frym lirisht. Ajo nuk do të kthehet më? Jo, garantoi Sergio. Tani jeni djemt e mi për gjithmonë. U përqafuan mes lotësh. Isabela i u bashkua përqafimin. Javët pasuese, adoptimi përfundimtar u mbyll pa pengesa. U organizua një fest e vogël. Jeta vazhdoi. Djemt u rritën, studiuan. Isabela u bë një nën zemre dhe partnere e Sergios. Vitet kaluan shpejt. 5 vjet më vonë ishte mbrëmja e diplomimit të tyre. Kur u thirrën për çmimin e nderit, Sergio qau. Lucy foli për familjen si zgjedhje dhe dashuri. Salla duartrokiti në këmbë. Në shtëpi, tani një vatër e vërtet, Rexhi i vjetër i priti. Sergio mendoi për rrugën me dhe ku gjithçka kishte filluar. Ai u ul me familjen për të parë një film. Kutia e vjetër e këpucëve qëndronte në raft, kujtesë së shkuarës. Sergio bëri një lutje falënderimi për devijimet e jetës, sepse familja nuk është gjak, por duar që shtrëngohen kur bota rrëzohet përreth. Në mëngjesin tjetër, në tryez, djemt thanë në një zë, mirë mëngjes, baba. Mirë mëngjes, mama Isa. Dhe zemra e Sergios u mbush me dashuri, duke ditur se e vërteta e jetës së tij ishte zgjedhja e përditshme për t'u dashur.